parashikon nisma e qeverisë në projekt ligjin për disiplinimin e medias online. Trajtimi njësoj si i portaleve informative ashtu edhe atyre që reklamojnë dhe shesin produkte. Ndëshkimi për mediat online nëse komentuesit fyejnë. Rreziqet që u kanosen fëmijëve nga lundrimi në internet, sa janë të varur nga kompjuteri dhe mediat e lojrat online. Këshillat për fëmijët dhe prindrit. Ne do t'i diskutojmë me të ftuarin tonë në studio, është eksperti për sigurinë e informacionit Besmir Semana. Mirëmëngjesi, kënaqësi që u kemi në studio. Në fakt bëhet fjalë jo për një ligj të ri, por për ndryshime në ligjin konkretisht të vitit 2009 për tregtinë elektronike, për transpozimin e direktivës së Komisionit Evropian. Atëherë ndryshimet e reja të ligjit i njoftur ndryshe edhe si ligji Majlinda 2, sepse ligji i parë u bën që në kohën e qeverisjes më pashme me propozim të zonjës Majlinda Bregu. Ky ligj pa disa ndryshime thelbësore, të cilat mund të them që në një farë mënyrë dhe kanë tjetërsuar si ligj. Një ligj i cili që në emërtimin e tij është ligji për tregtinë elektronike, përfshin dhe portalet. Dhe portalet dhe mediat online. Kur themi vetëm për portalet dhe mediat online, megjithëse nuk janë përmendur në këtë ligj, automatikisht përfshin dhe rrjetet sociale. Përfshin Facebookun, Twitterin, Instagramin dhe gjitha rrjetet e tjera sociale. Gjithashtu përfshin dhe gjitha mediat, jo vetëm ato shqiptare, por dhe ato ndërkombëtare të cilat operojnë në Shqipëri. Përderisa janë mbi internet, 100% e mediave rrjetit global automatikisht operojnë në Shqipëri. Në fakt, zoti Semana, formalizimi i medias online shihet si një domosdoshmëri, por në fakt është kjo rruga e duhur, kjo që kanë zgjedhur së fundmi zyrtarët tanë? Rruga për mendimin tim nuk është e duhur për një arsye shumë mallore. Sepse nuk është bërë një ndarje dhe është një pikpyetje shumë e madhe kush është media online, kush është biznes, pra që është një media fitimprurëse e cila gjeneron të ardhura nga dhënia e informacionit dhe kush është një blog personal i një personi që e mban për pasion dhe për informimin e publikut gjerë. Do thonë që këtu kemi një çedim të kauzës, një çedim të ligjit. Dhe është totalisht e paqartë. Një ligj i cili po shkon drejt miratimit, një projekt, një draft i cili u shpërnda me një grup shumë të ngushtë interesi, i cili u dërgua disa mediave dhe disa kompanive shqiptare të cilat hostojnë dhe shesin domene, është totalisht me shumë pikpyetje dhe është black box, le të them, një kuti e mbyllur e cila është e pakuptueshme dhe nga ekspertët e fushës është e pakuptueshme, si nga ekspertët e teknologjisë informacionit, gjithashtu dhe nga ekspertët e mediave, megjithse me shumë që kemi diskutuar shumë herë, mundohemi ta lexojmë disa herë, ngre shumë pikpyetje. Dhe ajo që unë kisha dëshirë të trajtoja janë këto pikpyetje, që as unë nuk i jap përgjigje, as kolegët nuk i japin dot përgjigje. Nëse mund të na veçoni disa prej tyre? Atëherë, pikë pari, si mund të barazohen portalet informative me kompanitë të cilat operojnë në shitblerje online, si mund të barazohet një website i një televizori si televizori juaj me një website i cili shet lavatriçe. Është e njëjta gjë sikur të miratojmë një ligj për mbrojtjen e pyjeve dhe të parashikojmë tek ligji heqjen e patentës shoferit. Do thënë janë dy gjëra, okay, heqja e patentës shoferit. Diametralisht të kundërta. Kanë të përbashkët vetëm faktin që janë online. Mund të heqet, por me një ligj i cili është për kodin rrugor ose për diçka tjetër, jo tek mbrojtja e pyjeve. Ky është problemi. Problemi tjetër është nuk sqaron domenet dhe hostet. Pra ne kemi domenet .al të cilat regjistrohen tek AKEP-i dhe janë të regjistruar në Shqipëri. Gjithashtu kemi edhe disa kompani shqiptare të cilat ofrojnë shërbimin e hostit, pra ku vendoset, ku hostohet faqja. Nuk e sqaron si do veprohet me këto, si do veprohet me ato faqe të cilat janë të hostuara jashtë Shqipërisë. Tek Neni 6 ose ta kthejmë edhe një herë nga fillimi diskutimin, nuk është vetëm për komentet. Nëse një lajm botohet në një nga portalet shqiptare dhe personi i prekur nga ky lajm denoncon ose thotë që lajmi është i pavërtetë dhe prek individin tim, duke dërguar tek një ent i cili do ngrihet pranë Ministrisë të Inovacionit, portali është i detyruar që brenda 48 orësh të heqë këtë lajm. Nëse nuk e heq, do vazhdojnë masa për bllokimin e lajmit dhe të website-it nga ky organizëm, i cili në bashkëpunim ose më urdhëresë ndaj kompanive që ofrojnë internet në Shqipëri, janë të detyruar që ta bllokojnë lajmin dhe lajmi do bllokohet.
Problemi është i tillë. Atëherë bie që të mos japim dot as deklaratat e politikanëve. Ne me këtë për kundërshtarët e tyre. Ne me këtë vrasim pikë pari gazetarinë investigative. Dhe lajmi hiqet, faqja bllokohet pa një vendim gjykate, dhe nëse ju dëshironi të riktheni lajmin ose të rihapni faqen tuaj, ju duhet ta çoni në gjyq dhe gjykata të vendos. Pra, marrim një shembull konkret, nëse para zgjedhjeve nuk ka rëndësi politika, vendoset që të mbyllet një X portal ose disa portale dhe për kthimin e këtyre portaleve ti duhet hapësh një proces gjyqësor. Ne e dimë shumë mirë që procesi gjyqësor zgjasin disa muaj. Portali hapet pas zgjedhjeve pastaj. I bie pas zgjedhjeve. Pra, kjo është një armë e cila mund të përdoret nga pushteti. Okej, e zajmë sikur kjo qeveri është me qëllimin dhe mënyetin e mirë që të bllokojë thjesht lajme denigruese dhe materiale të fyese. Me zbatimin e këtij ligji ose me miratimin e këtij ligji, kush më garanton mua dhe gjithë tjerë që qeveria pasardhëse nuk do keq përdor këtë? E marrim sikur kjo qeveri do e përdor vetëm për të mirën e shqiptarëve, po qeveria tjetër. Kjo do ndodh vetëm në rastet kur komentuesit janë anonim? Jo, nuk ka të bëjnë vetëm me komentuesit. Që do thotë dhe një deklaratë politike duhet hequr nga portali nëse ankohet pala tjetër. Nëse një gazetar flet për një aferë korruptive dhe pasqyron një aferë korruptive, kuptohet përderisa është një aferë korruptive, gazetari nuk pritet që të ketë fakte, sepse po të ketë thjesht ngre hipotezën, po të ketë fakte do i çonte në prokurori dhe përveç lajmit do kishte edhe ndjekje nga ose e ka me burimet e rezervuara që nuk mund t'i publikojë. Nuk i jep dot. Automatikisht pala mund të aplikojë për heqjen e këtij lajmi dhe do e bllokojë. Kemi shumë shtete, sidomos shtetet e linjës mesme, që kanë një ligj 100% ngjashëm me këtë ligjin shqiptar. Domethënë po shkojmë drejt lindjes me këtë ligj. Dhe fatkeqësisht me këtë ligj ne po shkojmë drejt linjës. Me ligjin në fuqi, pa përmend emrat e shteteve, sot për sot kemi 27.000 websajte të bllokuara në një prej shteteve që quhet një ndër shtetet më demokratike të rajonit. Nga ana tjetër, po, kemi dhe një problematik tjetër. Nuk trajtohen rrjetet sociale megjithse janë pjesë e këtij ligji. Si do veprojnë ky institucion nëse në një faqe e cila mund të ketë, marrim një shembull një faqe që njohin gjithë është bërë si referencë për mediat, jeton shqef, do publikohet një video e cila cenon, le të themi, privatësinë e dikujt ose e cila cenon një grup interesi, si do veprohet për bllokimin e kësaj. Mënyra është e tillë. Ky institucion ose shteti aplikon pranë Facebookut, ose nëse e publikon Googulli pranë Googullit, ose nëse publikohet tek Amazon, tek serveret Amazon tek Amazon, dhe mrena 48 orësh Facebooku është i detyruar që ta bllokojë. Në rastet e shpeshta, në rastet më shumta, Facebooku ose mediat ndërkombëtare nuk e bllokojnë gjë të tillë. Dhe hapi i dytë, e dini kush është? Hapi i dytë është bllokimi i qasjes në Facebook ose në Twitter për gjithë Shqipërinë. Mund të bëhet kjo? Duke u bazuar tek ligji dhe që ja jep të drejtën ta bëjnë. Dhe duke u bazuar tek shtetet mund të penalizohen të gjithë ndjekësit e këtyre rrjeteve sociale. Cili themi është bllokuar Twitteri, është bllokuar YouTubei, është bllokuar Facebooku, do të thënë gjëra që janë hapur përsëri, por si thush në momentin e pikut të informacionit në një kontroll të rrept kjo çon një të medias edhe tamam censur. Kjo çon një pengon lirinë e shprehjes. Mund ta marrim një ndër portalet më të klikuar në botë sot është blogu, le të themi, ose faqe personale Pepo Grillos në Itali. Futet një ndër 5 faqet më të klikuara në botë. Nuk është regjistruar, është emër mbi emër i personit. Çfarë do i regjistrosh nëse unë hap nesër një faqe Besmir Semane dhe jap informacione se jap opinionet e mia? Përveç kësaj, nuk është cilësuar kundërshën lajmi me opinionin. Nëse unë shkruaj në një gazetë një opinion timin si gazetar, si analist, si opinionist, kush do goditet? Do goditet opinionisti, ose a duhet të goditet opinionisti? Fundi fundit opinion është. Apo duhet ta ndjek media? Unë jam shumë do dakord. thotë që edhe kjo mbetet në gjykimin e atij komisionit që pritet të ngrihet. Çdo gjë ngelet në gjykimin e komisionit. Dhe kjo është problemi dhe kjo është frika që mund na çojë drejt censurës. Them, ndoshta kjo qeveri nuk e ka për qëllim të bëjë një gjë të tillë, por kush na siguron ne që qeveria që do vinë nesër nuk do të bëjë një gjë të tillë? Kush na siguron ne që gjitha aferat që mund të ndodhin në politikën shqiptare, në biznese, etj, nuk do censurohen që në momentin e parë, që në gjenesë, që në momentin e parë që do dalin në media. Dhe fatkeqësisht
mu më duket e frikshme domethënë si ligj. Megjithse nuk po flitet shumë, megjithse ka kaluar me dy faqe, si shpjegohet që nuk ka shumë zëra kundër, përveç disa analistëve të njohur që e kanë kundërshtuar kategorikisht. Ndoshta nuk janë ende në brendësi, në dieni të këtyre ndryshimeve që parashikohen? Nuk janë në brendësi dhe deri tani janë thënë vetëm gjërat e bukura që edhe unë dhe gjithë jemi pro. Gjithë jemi pro që të ketë kontroll mbi mediat. Kur them të ketë kontroll mbi mediat, jo censur, po kontroll. Pra jo të hapen nga një portal për çdo familje siç është bërë sot dhe të hedhen lajme lloj-lloj paçavurash, të ketë një rregull. Por ky rregull mund të jetë shumë i thjeshtë. Nëse unë si Besmir kam hap një website dhe tek website-i im mashtroj, denigroj figurat, nxjerr lajmet pa vërteta, shumë mirë ti si organizëm mund t'i drejtohesh gjykatës. Gjykata do vërtetoj shkeljet juridike e tjera që media ime dhe unë si pronar i kësaj media mund të kem bërë. Dhe gjykata mund të marrë një venim duke mbyll faqen, gjykata mund të marrë një venim duke me dënuar ose penalizuar nga ana monetare, por jo të mbyllet dhe pastaj të shohim çfarë do bëjmë. Të marrim një shembull konkret. Pra s'është drejt i lihet komisionit ky vendim i rëndësishëm. Këtë duhet ta marrë gjykata duke u bazuar në fakte. Sepse komisioni nuk është ose nuk ka tagrin dhe nuk ka mundësitë as juridike që të zbardh gjitha faktet. Marrim një shembull konkret. Ishte lajmi para 2-3 ditëve, një nga personazhet e Hollywoodit i del një video intime në internet. Videa përhapet në gjitha faqet. Video e xhiruar në shtëpinë e tij në mënyrë të fshehtë? Fshehtë, i nxjerr një person. Bëhet fjalë për Hulk Hogan. Po, s'doja t'i përmendja emrin. Nuk e bllokon dot në internet. Veprimi i tij kush ishte? I drejtohet gjykatës. Dhe merr një dëmshpërblim marrëmendës. Gjykata dhe merr një dëmshpërblim për $110 milion. E njëjta rrugë do të njeket edhe këtu. Ti s'mundesh të censurosh lajmin në gjenezë. Do të presësh vendimin e gjykatës, personin e fjalë do të dëmshpërblesh si nga ana morale gjithashtu edhe nga ana materiale dhe pas këtij veprimi do urdhërosh dhe heqjen e X ose Y materiali. Dhe këtu gjërat nuk janë të prera me thik. A ka të drejtë ose a do ketë të drejtë qeveria dhe ky institucion të bllokojë faqe në mënyrë të menjëhershme? Patjetër që do ketë. Janë websajte ose lajme të cilat rrezikojnë sigurinë kombëtare. Patjetër që duhet i mbyll, sepse bëhen në gjitha vendet. Janë websajte të cilat mund të propagandojnë terrorizmin, mund të propagandojnë pedofilinë etj, të cilat shteti duhet të jetë ato i ndalojnë në ligjet aktuale. Tmerrsisht strikt për mbyllje të menjëhershme. Por në një kohë kur interneti në Shqipëri është totalisht i pakontrolluar nga organizma shtetëror dhe si pjesë dytë të diskutimit kemi dhe mbrojtjen e fëmijëve, ne futemi në një qerr sokak që duam të mbyllim portalet. Pra duam të mbyllim fjalën e lirë. Thash edhe një herë. Nuk ofrojmë dot siguri dhe të mbyllim të gjitha. Nuk them që qëllimi i këtij projektligji është mbyllja. Por ky projektligj do hap një portë shumë të madhe që do na çojnë drejt një censure. Do na çojnë drejt një censure. Në fakt janë dy anët ekstreme të një situate. Mendoni se si mund të rregullohet, si mund të përmirësohet kjo situatë? Ndoshta një institucion ligjzbatues i cili të ketë tagrat e nevojshme për të bërë pa shkuar në gjykatë, i cili të bëjë këtë kontrollin, gardianin e botës virtuale, ndoshta. Për disa lajme, për disa informacione mund të bëhet filtrimi i parë. Por kemi pjesën ose pjesa për të cilën është bërë. Unë jam i sigurt nuk është bërë për ato persona të cilat kanë rënë viktimë rrjeteve sociale, sepse nuk është duke i ndjek shumë edhe çdo person për vjedhjet e profileve ose për lajme denigruese ose ta diun për kanktar. Kjo po bëhet për ruajtjen e politikanëve, që të jemi të hapur. Zbesoj se i ka qëndruar shumë mbrapa as shtypi, por as organet hetuese, le të themi, problemeve që mund të kenë pas shumë persona me lajmet të cilat janë publikuar kundër atyre ose biznesmen të ndryshëm, se një pjesë e media online përdoret si shantazhuese, por duhet bëhet dhe një ndarje tani. Person publik dhe jetë private. Nuk mund të themi që nuk mund të nxjerret asnjë aferë ose nuk mund të nxjerrim jetën e personave publik, por nuk mund të nxjerrim jetën e tyre private, nuk mund të nxjerrim familjarët e tyre. Qofse nëse i referohemi me një ngjarje të fundit të ndodhur në Kosovë, ishte rasti i deputetes Haxhiu, e cila kishte fshehur, të paktën sipas disa fotove që dolën në mediat kosovare, kishte fshehur në organet gjinitale
gazin lotësielës? Në një rast të tillë, çfarë do ndodhte në Shqipëri me ndryshimet e reja ligjore të pritshme? Çfarë do të ndodhte me portalin apo me media? Deputetja do ankimoj, e cila besoj është ankimuar. Portali është i detyruar që merr 48 orësh të heq lajmin. Maksimale. Kur në fakt ai ishte një deklaratë edhe e mjekëve, ishte e publikuar. Kur në fakt ai është një lajm me foto, me eko i vërtet. Për mendimin tim personal, në thonjza deri diku është një akt terrorist, le të themi, sepse është një armë luftarake, gazi lutësielës futet tek armë luftarake. Do të thënë ishte larg jetës private, ishte teksa hynte në parlament. Ajo atë veprim po e bante si një përfaqësuese e një force politike për prishjen e një seance plenare. Për ta lënë më njanë atë që ndodhi atje. Pra nuk ka lidhje me në Shqipëri në kushte të tilla me ligjin e ri, me ndryshimet e reja ligjore, çfarë do të ndodhë me portalin? Shkrimi, si fillim shkrimi, është i detyruar që të heqet me kohë maksimale 48 orë, 24 deri në 48 orë. Ky ent mund të vendos dhe gjob për portalin. Nëse lajmi përsëritet, ose kemi lajme të ngjashme, ose kjo media venos shpesh herë lajme në këtë kuadër, mund të mbyllet. Do të thonë, urdhërohet mbyllja te kompania hostimit. Dhe jemi në kushtet kur nuk kemi të bëjmë me shpifje, por jemi në publikimin e një lajmi që cënon zyrtarin e lartë. Po. Shpifjet. Tani edhe shpifja duhet vërtetohet. Prandaj them unë që duhet të jetë gjykata në mes. Sepse për çdo lajm, sa do i vërtet që të jetë, reagimi i parë i personit prekur, çfarë do jetë? Lajmi shpifje. Lajmi shpifje dhe duke bllokuar lajmin që në burim, asnjëherë nuk do merret vesh të vërteta. Do kuptojmë asnjëherë cili lajm është i vërtet, cili lajm nuk është i vërtet. Kemi agjencitë investigative që tani kanë filluar dalin në Shqipëri. Automatikisht i bie që gjitha këto të mbyllen. Pra gazetaria investigative nuk duhet të funksionojë më. Në fakt, ka portale ndërkombëtar, kam parasysh LiveLeaks, pa përmendur emra, por cilat nxjerrin imazhe të pacensuruara, si janë rregulluara këto? Atëherë, sikur kemi parajsen fiskale për nga ana monetare, të cilat kemi ca shtete që nuk japin llogari shtetit ose atyre që kërkojnë informacion, të njëjtën anë kemi dhe nga ana teknologjike. Kemi shumë shtete të cilat janë parajsa teknologjike, le të themi, që ti mund të venosësh faqen tënde dhe kompania nuk jep as dhe një lloj informacioni se kush ti je dhe ku ke. Marrim një shembull konkret, kemi WikiLeaks. Po flasim me emra të mëdhenj. Kemi WikiLeaks. WikiLeaks, serverat e tij, megjithse është në kundërshtim ose është duke nxjerr sekrete shtetërore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sot dhe kësaj dite ai vazhdon të funksionojë. Pra, SBA nuk mori një vendim censure totale, cilin ta bllokoj qasjen në këtë website në gjithë globin. Jo, ajo vazhdon të funksionojë. Sot kemi me 10 faqe pirate, të cilat ty të japin në Shqipëri, programet e kërkuara, të japin në Shqipëri filmat e funit pa drejt autori, të japin në Shqipëri librat e funit pa drejt autori, jo vetëm në Shqipëri, do të thonë nuk duhet t'i vëmë faj Shqipërisë, por në gjithë botën. Zoti Besmir, çfarë bën për të kthyer në Shqipëri? Çfarë bën një portal shqiptar? Është materiali i cili aksesohet nga popullsia brenda një hapësire të caktuar, apo është hosti i cili ndodhet? Portali ka emrin, i cili mund të blehet tek Akepi. Apo është prapashtesa? Nëse është blehet tek Akepi në Shqipëri dhe është i regjistruar mbi personi i cili ka bler duke deklaruar dhe kartën e identitetit. Pra, le të themi ky portal ka një pronësi të ligjshme. Është i kontrollueshëm. Kemi pjesën e dytë të portaleve të cilat janë të hapura.com, .net, .info etj, e cila është një prapashtesë ndërkombëtare, për të cilën ti mund të paguash dhe një fi ekstra prej $10 në vit, le të themi, e cila të fsheh identitetin, pra ti nuk deklaron as kartë identiteti, nuk deklaron as kartë krediti sepse mund ta blesh me kartë krediti diku tjetër dhe ti regjistrohesh në mënyrë anonime. Nga ana tjetër kemi pjesën e serverit, vendodhja, le të themi, aty ku venoset faqja. Mund ta marrësh te një kompani hostimi e cila është në Shqipëri, mund ta marrësh një kompani hostimi e njoftur botërisht, le të themi, si GoDaddy, si mamadhja në botë, e cila mund të ketë servera në shtete të ndryshme, mund ta marrësh dhe në një kompani e cila është totalisht në një parajsë
teknologjike, le të themi, që nuk kemi informacion. Po në rastin e një personi i cili ndjehet i cënuar sa i përket jetës tij private nga një portal i cili hostohet në një host i cili ndodhet në një vend që është i kontrolluar, cili legjislacion e kontrollon dhe e rregullon. Atëherë, deri tani ka funksionuar kështu. Në momentin që ti ndihesh i cënuar, automatikisht duhet të bësh një denoncim pranë organizma përkatët, cila ka qenë ekipi, le të themi, i mbrojtjes kibernetike që është në Shqipëri. Dhe këto janë drejtuar me shkresë zyrtare kompanive të cilat hostohet faqja dhe është kërkuar bllokimi i kësaj faqe. Por pas një hetimi. Asnjëherë paraprakisht. Asnjëherë paraprakisht. Kurse ligji i ri ty t'jep drejtën ta bllokojmë një herë, pastaj të shohim çfarë do bëjmë. Dhe kjo është frika më e madhe që un kam. Plus këtu nuk flitet edhe për diçka tjetër. Nëse unë si Besmir botoj një artikull tek BBC-a, tek CNN-i, tek New York Times-i, i cili cënon një politikan shqiptar. E dini si do veprohet? Shteti shqiptar do i kërkoj New York Times-i ta heq lajmin. Që s'besoj se do heq, sepse fjala e lirë, etj, nuk e heq lajmin, nëse bën dhaf për një aferë, sepse kemi lajme të botura, kemi edhe shembull dhe shtete të tjera. Dhe veprimi i dytë, dini sipas këtij ligji kush është? Veprimi i dytë është që në Shqipëri do bllokohet qasja New York Times-it. Pra New York Times nuk do të hapet dot në asnjë IP shqiptare. Një vendim drastik. Një vendim drastik. Do bëjnë, shpresoj dhe besoj që nuk do bëhet një gjatë tillë, por ligji parashikon dhe them, si thash në fillim, ka pas që kanë shkuar shumë pranë këtyre situatave. A mendoni se do të gjejmë mbështetje në kuvend ky ligj? Natyrisht opozita do ta ketë kundër, sepse ndodhet edhe politikisht për shkak të aksioneve të ndryshme që nuk binë në një mendje, apo këtë radhë edhe mund të bashkohen? Unë them që edhe mund të bashkohen. Edhe mund të bashkohen sepse kjo është një ligj që po mbron personat që janë të cënueshëm. Edhe janë në dy palët njësoj. Dhe kjo është frika më e madhe. Është një ligj që u iniciu nga Majlinda Bregu, po e vazhdon qeverisja e tanishme. Zërat e vetëm kundra janë disa analizë. A nuk mund të zive kjo me vendosjen e një redaktori në çdo portal, një redaktori të detyrueshëm, i cili të eliminonte nga shfaqja komentet fyese? Unë jam totalisht kundra komenteve fyese. Edhe pjesa më e madhe e portaleve, pjesën e komenteve kanë bllokuar totalisht. Po të marrim mediat më të mëdha në Shqipëri, televiziv, sidomos pjesa e televizioneve, pjesën e komenteve të website-et e tyre e kanë bllokuar. Një pjesë tjetër ka filluar që të kontrollohet. Nuk është normale që të kemi komente fyese me fjalë nga matë pistat, sepse janë në fakt janë prezente në ato që nuk i kanë bllokuar ende. Fatkeqësisht janë në ca media që për minimin tim janë totalisht jo profesionale dhe kjo futet mbrapa tek etika e medias. Besoj kjo gjë duhet të caktohet tek ato ligje që rregullojnë mediat, jo tek shitblerja online. Do të thënë nuk është se ka një lidhje shitblerja online me komente që do kemi poshtë një website. Edhe tek shitblerja online kemi një lamsh shumë të madh. Në Shqipëri website-i që me operimin më të madh të shitblerja online është Alibaba, eBay. Asnjëri prej tyre nuk është i regjistruar në Shqipëri. Pjesa më e madhe e shteteve, këtyre website-eve ju kërkojnë që të regjistrohen në vendin ku janë dhe të paguajnë një taks për këto shitblerje që bëjnë. Ne duhet fillojmë të regjistrojmë website-et tona që sapo kanë filluar të çelin në shitblerje online dhe nuk regjistrojmë ose nuk kemi një rregulator për gjigantet e teknologjisë. Asnjë prej gjigantëve të teknologjisë nuk ka një përfaqësim në Shqipëri. Edhe ndryshimet e reja nuk e rregullojnë këtë çështje? Nuk e rregullojnë. E lënë jashtë. Nuk e rregullojnë. Thaç, i kam lexuar disa herë ligjet janë aq të pakuptueshëm dhe lënë pa përjashtim çdo gjë hapun. Dhe kjo, të lësh çdo gjë hapun, kjo është problematika. Nuk janë vendosur pikat mbi. Pra nuk ka diçka të qartë. Nuk ka diçka të qartë se si do veprohet. Mbetet në gjykim subjektiv të komisionit të pritshëm. Totalisht subjektive. Nuk e dim kush do quhet lajmi i vërtet, kush do quhet lajmi i vërtet. Nuk e dim si do goditen ose si do veprohet me faqet shqiptare, si do veprohet me ndërkombëtarët. Nuk e dim si do veprohet me website-et të cilat janë të ushtuara në Shqipëri, ato që janë jashtë Shqipërisë. Nuk e dim si do veprohet me rrjetet sociale, nuk e dim si do veprohet me një informacion i cili mund të bëhet viral,
në rrjetet sociale. Të marrim një shembull konkret, për shembull, po u përmend me Turqinë, ligjin turk. Pikëpari ngushtime për popullin turk për akte terroriste që ndodhen në Stamboll, por me ligjin që është në fuqi, direkt pas akteve terroriste, u blloku qasja në gjitha rrjetet sociale. Pse? Sepse disa foto u botuan, foto të shpërthimit u botuan në Facebook, shteti turk kërkoi heqjen, Facebooku nuk e censuroi informacionin, dhe akti i dytë kush ishte bllokimi për një ditë, për 24 orë i gjitha rrjeteve sociale në Turqi. A është veprim i drejtë? Okej, ato e gjykojnë si drejt, le ta bëjnë, por në shtetin tim, në vendin tim, unë nuk e gjykoj si një veprim drejt dhe nuk do doja që të kishim një qasje të tillë ndaj informacionit. Nëse referohemi jo vetëm ngjarjeve të fundit, por edhe më përpara, ka pasur shumë raste kur denoncimet e qytetarëve kanë çuar në zbardhjen e tyre. Në vimësi me këto ndryshime ligjore do të mbyllet krejtësisht ky zë. Tani zëri i qytetarit thjesht do ankohet tek enti dhe sipas kësaj që duket enti do marr 100% të rasteve venim që të dëgjojë zërin ankues. Pjesa parë shumë pozitive sepse disa persona që deri dje kanë rënë viktima e këtyre rrjeteve mund të themi që do jenë më të mbrojtur. Por kemi pjesën e dytë, sepse nga që gjithë media, gjithë klasa politike janë fokusuar tek pjesa pozitive e mbrojtjes të viktimave, është harruar pjesa tjetër që me këtë ligj, ne po mbrojmë këto viktima që deri dje u banin ose ishin të sulmuar, por po mbrojmë dhe gjithë ato persona të cilet nuk duhet të mbrohen. Po mbrojmë dhe gjithë ato persona të cilat bëjnë afera pa fund, të bëjnë veprime pa fund. Ose marrim një shembull konkret, ishte një mik i im politikan, edhe si shembull, nuk është fakti që nxorri një portal online që blona që rreti doli pa mafje. Ajo doli. Tani ajo del, ti ban lajmin, tani do të thotë hiqe lajmin pse do olon. E merr skupin e parë sepse desh të bëj lajm, u bën lajm, mbrapa dhe të urdhëron që lajmin që vetë bëri lajmin të heqet. Apo siç kanë qenë deklaratat politikanëve që në shumë raste edhe fjalori i përdorur është krejtësisht jo etik. Tani ne themi nëse ai do të ankohet për një deklaratë të tillë që mund ta vësh krye titull, mund të mbyllet portali dhe derisa të shkojnë në gjykatë do vazhdoj të qëndrojë mbyllur deri në një vendim gjykate. Edhe nëse është deklaratë e vërtetë. Kushte bukura tjetër, sipas asaj që ne kuptojmë nga ligji, sepse nuk është sqaruar asgjë. Do të thonë gjithë sqarimi janë dy faqe A4. Që ministria i ka dhe më thënë gjithë atyre organizmave që janë pjesë e këtij ligji, dy faqe A4, kaq. Në fakt, mos ndoshta zhvillime teknologjike e pamundësojnë një rregullim në tërësi të ligjin. A është pak se e vështirë, ndoshta po i lehet një komisioni, një enti publik të marri përsipër një rol i cili është më i madh, ndoshta se ai që i përket. Tani ka diçka. Ky ligj u fol para 2 javësh dhe u mbyll si thosh, nuk po diskutohet më. Dhe besoj dhe kam frikë që mund të kaloj me kaq diskutim. Ne Shqipëria është mërna kësaj vorbullës të internetit prej shumë vitesh. Zbesoj se kemi aq probleme të mëdha ne sa ta ngusim kaq shpejt dhe kemi kaq nxitim për miratimin e këtij ligji. Besoj që i do ishte shumë më drejt sikur të flitej me gjitha palët e interesuara. Të organizohen dhe diskutime mes gjitha këtyre palëve, si ato që ofrojnë shërbimet e internetit, si ato që ofrojnë shërbimin e hostimit, si ato që bëjnë gazetari, gjithashtu dhe ato persona të cilet janë ndjerë dhe kanë qenë të kërcënuar dhe kanë qenë viktima, le të themi. Të ulen një tryezë, të diskutohen jo me një tryezë e cila njoftohet 24 orë para se të organizohet dhe pjesa më madhe e personave për XY arsye nuk mund edhe t'i bashkohen dhe nuk mund t'i bashkohesh edhe një tryezë e cila ti nuk e ke informacionin paraprakt të sakt dhe nuk ke pasur kohën e mjaftueshme që ta bluash si informacion dhe të shkosh me një mendim të pjekur. Dhe pas kësaj të vazhdojmë me bërjen e ligjit. Sepse ne kemi pikat e ligjit, por nuk e dim kush do jenë aktet nënligjore. Kemi edhe pikën tjetër. Sepse aktet nënligjore do rregullojnë këtë. Do vënë atë në zbatim. Do vënë në zbatim dhe do jetë tabloja totalisht e qartë.
sepse ne po flasim tani, po bëjmë një çikë edhe si gogol le të themi. Po bëjmë gogol sepse nuk jemi të informuar. Ndoshta është edhe diçka shumë e mirë, ndoshta është diçka që vërtet do rregulloj legjislacioni, do rregulloj tregun. Por në kushte të tilla, Majsa është deklaruar deri në këtë moment apo paraqitur nga Ministria e Inovacionit. Unë thash këtu disa pikë është në një gjendje blackouti. Unë thash disa pikpyetje në kokën time kam me qindra pikpyetje. Kam me qindra pikpyetje, domethënë ajo më madhe është që ky ligj mund të çojë dhe në censurë totale të medias online. Dhe kur themi të medias online, mund themi të medias. Pse mund themi të medias? Pa përjashtim dhe mediat si televizore dhe media klasike, radio, televizor dhe gazet, të gjitha krahun mbështetës kanë. Veçanërisht gazetat e printuara, gjithnjë më shumë. Website-in dhe pjesën e rrjeteve sociale. Gjithashtu kanë dhe streaming online, dhe televizorët njënër kryesorët janë streaming online. Streaming online futet brenda këtij ligji? Nuk e di. Edhe kjo është e papërcaktuar. Televizori juaj i cili transmetohet live në faqen e internetit, futet te ky ligj? Nuk e di. Do thënë, për shumë pyetje, përgjigjja është nuk e dim këtë, nuk e dim këtë, nuk e dim këtë, nuk e dim këtë, dhe gjitha këto mos dihet çojnë. Mos vallë po shkojmë drejt një censure totale? Unë dua të ndalem në një tjetër çështje zoti Semanaj, ndoshta këtë do të kemi mundësi ta diskutojmë në vijim, ndërsa do të shtrohet për shqyrtim e përmiratim në kuvend. Siguria online për fëmijët. Pjesa më e madhe e fëmijëve në Shqipëri pothuajse nuk kanë asnjë të dhënë mbi rreziqet që u kanosen teksa përdorin internetin. A mund t'i rendisni shkurtimisht cilat janë rreziqet kryesore që rrezikojnë fëmijët tanë? Atëherë se kaluam nga tema parë tek tema dytë, që për këtë temën e dytë mbetemi online. Do kisha shumë dëshirë që kjo pjesa parë e ligjeve të ishte jashtëzakonisht shumë ekstreme, le të themi. Këtu do doja censurë, nëse ka diçka për disa gjëra që cënojnë fëmijët tanë. Por në fakt nuk ka asnjë rregullim. Fatkeqësisht nuk kemi asnjë rregullim. Nuk kemi asnjë rregullim dhe nuk kemi asnjë informim të detajuar për prindrit. Për sa kohë flasim për pjesën e fëmijëve, barra më e madhe dhe pjesa që duhet të jetë e informuar janë pjesa e prindërve. Pra nuk e shihni thjesht raport internet fëmijë, por edhe prindin, ndoshta dhe mësuesin si prindin dhe mësuesin janë dy kryesor, sepse ne sot kemi penetrim të internetit që nga fëmijë 2 vjeç, goca ime e vogël është moshën 2 vjeçare dhe në momentin e parë që shkoi te shtëpia don telefonin ose tabletin të bëj ato ngjyrimet e saj. Okej, sot bën ngjyrimet sepse aq kupton dhe por nesër me këtë përqasje që kanë ndaj teknologjisë do jenë shumë të dhuar. Megjithëse jam i fushës, besoj që mund të jenë edhe shumë më të dhuar dhe se ne që jemi të kësaj fushë. Kemi disa problematika kryesore. Problemi i parë, kemi pedofilin dhe pornografinë e cila është në internet. Problemi i dytë, kemi takimin me të panjohurit dhe dhënien e informacioneve personale që fëmija japin internet. Problemi i tretë, kemi dhe lojrat e dhunshme dhe që ndikojnë tek, nuk jam sociolog, psikolog që t'jap një detaje, por sipas deklaratave të tyre ndikojnë në personalitetin, në krijimin e personalitetit të tyre. Personaliteti i personit janë disa lojra aq shumë të dhunshme sa i nxisin njeriu pjesën e errët të tij ta zhvillojë më shumë se sa pjesën e bashkëtesës sociale, e luftës ose të themi urrëties të krimit, domethënë një person që me lojrat e tij mësohet si të vjedh, si të thyej bankat, si të vras, si të shtyp me makinë, një moshë 4 vjeçare, si të shtyp me makinë, njerëzit e tjerë që janë në punën e tyre, le të themi, mbrana qytetit. Nëse i referohemi një studimi të realizuar në Shqipëri vitin e kaluar, nga 900 fëmijë të përfshirë në anketim, 44% e tyre theksuan se shihnin rregullisht pornografi, ndërsa 47% e tyre pohuan se ishin kontaktuar online nga të panjohur. Këto shifra do thoja edhe unë në fakt. Si mund të zgjidhet? Me të vërtetë shumë e frikshme. Ose si mund të frenohet paksa? Ka dhe diçka, kur themi 44% e fëmijëve ka pranuar, nuk duhet të harrojmë dhe këtë ndrojtjen që fëmia ka ose i riu, adoleshenti le të themi, ka për pranimin e një fakti. Për ta treguar këtë. Pra, unë them që 44% është diskutueshëm shumë më i lartë se sa 44%. Tani, mënyrat e aksesimit të internetit dhe mënyrat e aksesimit këtyre faqeve është jashtëzakonisht shumë e thjeshtë në Shqipëri. Është shumë e thjeshtë duke ja nisë nga telefoni që personat përdorin, do të thonë fëmia përdorin, duke shkuar te kompjuteri që ka
në shtëpi dhe duke përfunuar tek internet kafet. Po ja nis nga kjo funi sepse për mendimin tim është më problematike. Në Shqipëri kemi me qindra, ndoshta me mira internet kafe, duke ja nis nga kryeqyteti, duke përfunduar në qendrat e komunave dhe në fshatrat më të largët shqiptar, të cilat janë pa kontroll total. Nga një eksperiment i imi personal që kam bërë këto 2 javë, sepse isha interesuar mbi këtë çështje dhe bëna një kërkim, pjesa më e madhe e internet kafeve, përveç se kanë akses në gjitha faqet e internetit, ju a lehtësojnë, le të themi, punën fëmijëve, duke pas të downloaduar në desktopet e tyre me folder caktuar filma porno. Pra një fëmijë i cili në moshë 5 vjeçare, 6 vjeçare, 7 vjeçare, 15 vjeçare, që me leje nga prindi mund të jetë duke bërë një detyrë në fakt për shkollën. Merr lekt, shkon në internet kafe ose për një detyrë kursi për shkollën, ose për të luajtur një lojë në internet kafe, sepse në familje ose në shtëpi nuk i ka mundësitë e pasis të një kompjuteri, gjëja parë ose dosja parë, folderi parë që i del është filma porno. Nga ana tjetër, duke mos qenë të kontrolluar dhe duke qenë ngjitur me njëri tjetrin, duke parë dhe të tjerë, pjesa më e madhe e këtyre kalamajve, unë pa egzagerim mund ta çojmë edhe tek 80% e tyre aksesojnë këto faqe. Një pikë tjetër është dhe nëse nuk duan, nga reklamat, nga adset që dalin tek faqet e tjera që vizitojnë dhe pa dashje një pjesë e tyre mund të shkojë tek këto faqe, të cilat studiusit tonë që e damtojnë nga formimi i personalitetit, karakterit, etj, të përballen me ca fakte në një moshë shumë të vogël ose në një moshë të mitur. Kjo është një pjesë kryesore. Përveç kësaj, po sa i përket përdorimit në shtëpi, si mund të kontrollohen fëmijët? Atëherë, përdorimin në shtëpi, këshillat e para janë për prindërit. Këshilla e parë është që kompjuteri asnjëherë nuk duhet të lihet në dhomën e fëmijës. Kompjuteri gjithmonë duhet të jetë në një pozicion të dukshëm për syrin e prindit. Pra, në momentin që fëmia është në kompjuter, deri në çfarë grup moshe duhet të kontrollohet në këtë mënyrë? Tani ne nga ana teknologjike nuk di, ose si ekspert i teknologjisë informacioni nuk di ç'të them, domethënë do ishte ndoshta më e ulës pyetet një sociolog, psikolog deri kur është që e damton ose kur është ajo pikë që fëmia ka nevojë për privatësinë e tij. Por për mendimin tim personal, minimalisht deri në moshën 16 vjeçare duhet kemi një kontroll. Kur them deri në moshën 16 vjeçare, kam parasysh faktin jo vetëm të pjesës të pornografisë, faqeve jo të përshtatshme që shikojnë në internet, por kam dhe një sërësër problemesh tjera që ndoshta janë dhe më të rrezikshme, jo ndoshta janë më të rrezikshme se pjesa e parë, siç është hyrja në kontakt me persona të panjohur. Dhe përveç kësaj hyrja në kontakt me persona të panjohur, nuk themi persona të njëjtës moshë, themi persona me moshë. Sipas atij sondazhi, 47% deklarojnë se ishin kontaktuar të paktën një herë nga një i panjohur. Atëherë unë dy t'ju them një testimi, kur dje folëm bashkë për ftesën e misionin tuaj, unë më ula në kompjuter rreth orës 10 të darkës dhe bëra një test tillë. Do thonë është me të vërtetë shumë e frikshme dhe i kërkoj dhe institucioneve shqiptare që të marrin masa, në një prej dhomave të çatit shqiptar, u futa me një emër goce. Futesh me emër goce dhe çati kishte rreth 270-300 persona online dhe ajo që hasesh është që ke një muri shkrimesh nga meshkuj të ndryshëm. Domethënë mund ishin 50-60. Prezantimi im ishte si një gocë 13 vjeçare. Përshëndetje, jam filani, jam 13 vjeç. 80% atyre personave, të cilët më kontaktuan, kërkonin të më takonin. Më thonë, kemi një grup njerëz të cilët e kalojnë pjesën më të madhe të kohës tyre online nëpër chat rooms, të cilët ishin nga mosha 20 deri 35-40 vjeç, nëse e thonin moshën. Nëse e kishin të deklaruar të vërtetë. Përderisa të thotë kam moshën 35 vjeç, i thua jam në moshën 13 vjeçare dhe kërkon takim. Kërkon që të bëj mik në Facebook, kërkon të ketë numrin e telefonit, kërkon të ketë accountin tuaj të Skype-it, pra janë shifra shumë frikshme dhe ftoj gjithë prindërit që ta bëjnë provë një gjë të tjerë, të kërkojnë në Google shumë thjesht
çate shqiptare, chat room shqiptare, ku ta dim me një keyword çfarë do, të futen me një emër goce, të prezantohen 13 vjeç u prezantova, unë nuk e di, mund ta zgjidhë një moshë tjetër, dhe ke oferta pafund si për të takuar, ke oferta pafund për miqësi virtuale etj. Në fakt, zoti Besimir, pra këto disa mendje të smura, të cilat janë në internet. Ju po sjellni fenomenin. Unë dua të rikthehem përsëri rastit të internet kafeve. Çfarë mund bëhet për të krijuar filtra dhe për të krijuar një siguri më të lartë sa i përket aksesimit të miturve në internet? Nuk kam dieninë se ndryshon situata në shtëpi, domethënë, tjetër gjë aksesi internetit, por në internet kafe, në ambiente të cilat janë publike. Atëherë, mendimi im personal dhe unë i kam shuar gjithmonë kësaj gjëje. Sikur e kemi, ndalohet konsumimi, shitja e duhanit për personat 9-18 vjeç. Sikur e kemi, ndalohet shitja e alkoolit ose konsumimi i alkoolit për personat 18 vjeç, duhet të kemi një rregullore e cila të ndaloj përdorimin e internetit në internet kafe nga fëmijët për një moshë caktuar ose të shoqëruar nga një i rritur. Pra nuk është normale që një fëmijë, një gocë ose një çun 10 vjeçar të ikë dhe të ulet në internet kafe për disa orë tëra. Përsëri kjo na shkon tek informimi për prindërit. Prindërit në asnjë mënyrë nuk duhet që të lejojnë fëmijët e tyre të shkojnë në internet kafe të pashoqëruar. Sepse kemi edhe një problematik tjetër të kjo. Në momentin që një fëmijë 10 vjeçar shkon në internet kafe, kuptohet, nuk është se din shumë ose ka nevojë për ndihmë, ka edhe shumë persona të tjerë, të cilët duke u afruar për t'i dhënë ndihmë, mund të shkojnë drejt një abuzimi të ndershëm me këtë fëmijë. Pra është një ambient i cili nuk është i përshtatshëm për veprimtarinë e një fëmije. Është hedhur ideja më parë e një passwordi unik dhe username për këto minorend. Atëherë kemi ndoshta është një masë ekstreme, flasim për safe internet, për internetin e sigurt, le të themi. Interneti i sigurt në Shqipëri ose nga kompanitë që ofrojnë internet është më shumë në kuadrin e këshillave që i bëjnë si prindrit, gjithashtu dhe fëmijës, sepse edhe nuk ka një kërkesë të tillë nga fatkeqësisht nga prindrit. Do thonë, edhe në ato raste që jepet, përqindja që përdoret nga prindrit është me 0.ca% e papërfillshme. Por në momentin që prindi do jetë i ndërgjegjshëm, ka një muri mekanizmash të cilat mund të bëjnë kontrollin internetit të fëmijës që është në shtëpi ose në tablet. Sot si Microsofti, gjithashtu dhe Apple, i dy sistemet më të përdora të operimit për PC, kanë mekanizëm që vijnë embedded, pra që vije bashkë me sistemin e operimit, të cilat mund t'i bash skedulimin e kohës kur fëmia mund të përdorë kompjuterin, mund t'i bësh faqe të cilat fëmia mund mos të hap, dhe mund të rush dhe historikun e gjitha faqeve. Një farë kontrolli dhe historikun e gjitha faqeve që fëmia ka shikuar gjatë kësaj kohe të skeduluar për teksa jemi në minutat e fundit në fakt të bisedës, por teksa jemi në këtë zhvillim të shpejt teknologjik të internetit, a duhet ndoshta të parashikohet edhe në kurrikulat shkollore të ketë pjesë programe të posaçme që fëmijët të informohen që në vogëli për rreziqet që u kanosen në internet? Gjitha shkollat kanë pjesën informatikës dhe një pjesë shumë e rëndësishme ose mund të bëhet edhe pjesë edukatës qytetare, nuk e di nëse vazhdon sot. Kanë informatikën, por nuk kanë posaçërisht program për rreziqet që mund të kanosen në internet. Duhet me patjetër. Kur them duhet me patjetër, duhet që shkolla le të themi të kujdeset edhe për prindrit. Sikur kemi pjesën e mbledhjeve që bëhen me prindër dhe informohet për ecurinë e nxënësve, duhet të ketë dhe seminare të caktuar që shkolla t'ju ofrojë, sepse aty mund të merret informacioni t'ju ofrojë dhe prindërve për këtë informacion. Kemi edhe një pikë tjetër para se ta mbyllim. Kemi pjesën e talljeve që është bërë shumë problem, shumë persona kanë shkuar dhe në vetvrasje. Cyberbullying, që dhe në Shqipëri është bërë shumë e hapur. Kemi video intime, le të themi, të marra, kur them intime, domethënë një adoleshente i filmuar ndoshta pa dijenin e tij në tualet ose dikun tjetër, dhe një foto ose një video të tillë çon deri në vetvrasje dhe bëhet virale në rrjetet sociale, ose klonimi i faqeve të internetit duke thënë pika filani ose pika filani dhe dërgimi i ftesës tek miqtë e tyre etj.
ka quar deri në vetvrasje, deri në mbyllje totale brenda vetvetes të këtyre të rinjve, lanie shkollet, ndryshim qyteti etj etj. Kjo është ajo pikë që do të kisha dëshirë që pjesa para misionit që folme, ligji, ta kishte prekur. Ta prekte dhe ta censuronte totalisht. Pra, mos kemi, si thuash, tallje me këtë pjesë. Kemi edhe një eksperiment social, nuk e di, pjesa më madhe jush mund ta ketë ndjekur i cili ndodhi në Amerikë, që persona të ndryshëm duke kontaktuar në Facebook, goca minorene, duke kërkuar takim, njëkohësisht paralelisht kontaktuan dhe prindrit dhe i thanë, unë i kam kërkuar fëmijës tuaj që të më takoj dhe ka pranuar prindri në asnjë mënyrë, unë e njoh fëmin tim, jam shumë i sigurt tek veprimet e saj, nuk e bën një gjë tillë. Dhe erdhi deri në atë pikë sa një ndër takimet, megjithëse ishin bashkë me prind, ishte me një fugon me xhamat zi, totalisht i zi, hapi derën dhe goca fut mren. Dhe kjo nuk është duhet të themi që kjo gjë ndodh në Amerikë, jo, kjo gjë ndodh në internet. Pra, gjithë ne si prindër duhet të jemi aware, duhet të jemi të vetëdijshëm për këtë rrezikshmëri dhe të marrim masa. Të marrim masa sa nuk kemi vonë dhe sa s'na ka rënë mbi kokë, si themi. E në fakt duket sikur del detyra e prindërve që të azhurnohen edhe me zhvillimet teknologjike për ta përmbyllur. Si për çdo gjë tjetër, mbi fëmin prindi ka përgjegjësitë. Edhe këtë pikë prindi ka përgjegjësitë. Faleminderit që ishit me ne dhe që ndat gjitha këto informacione për ne dhe për teleshikuesit.